Kjo është unoza që e kam menduar edhe për vete dhe për Elonën, po të në qatë jeta meq, shpresoj që jeni mirë, sot kam ju tregu një përësi që më ka ardhur dhe që jam gëzu shumë, po fillimisht po tregoj qysh kom përfundu të i përësit qëto bijuteri. Unë në TikTok e gjeta një faqe që thirrët Maja, edhe e pash qatë unazë dhe me njëherë automatikisht e mendova me ja ble vetit një edhe Elonës një, për fatkeqësisht kam pas mungesë se janë shit shumë shpejt çato unaza. Po fillimisht po du me nda me juve një dhuratë që ata ma kanë bëu që janë qita vath tepër të bukur, edhe normalisht shumë të lezetshëm, shumë po m'pëlqejnë. Akoma nuk e kam mendu se me çka me i kombinu, kështu që nëse keni ndonjë ide më shkruani nëpër komente. Përndryshe, më kanë ardhur këto gjana që i kom porosit on. Edhe që gjithashtu po e shoh që pas kam dhurata, se nuk po aktroj sikur se nuk i kam hap, se me të vërtet kur i kam marrë nuk kam mujt me prit, sidomos pa e pa unazën, edhe e kam pa, kështu që prap se prap, përveç vathve, edhe përveç unazës që unë e kom porosit, kam marrë gjithashtu edhe dhurata tjera dhe po du me i nda me juve. Fillimisht po i ndaj këto dy dhurata që më kanë pëlqyer tepër shumë. I kam marrë këta vath si dhuratë, edhe më kanë pëlqyer tepër shumë jashtëzakonisht. Marrë një zinxhir me shkronjën P për platorin, edhe unë kam kërku ka herë me pas një zinxhir të tillë, për tepër e mirë dhe po m'pëlqen tepër shumë, sidomos me këto detajet që po duket që është me ngjyra, që e bën më të lehtë me u kombinu në përditshmëri. E kam marrë edhe një unazë tjetër që gjithashtu edhe këtë e kam dhuratë, edhe kjo është me shkronjën P, edhe pa shikoni sa bukur po m'rren shkronja P. Tepër bukur. Bile ishtë tamam në unazën e fejesës, edhe i thosha platorit ka njëherë me ndru në vend të unazës fejesës me bo qëta me iniciale për shumë interesante pse jo me ndru në njëherë. Tash, ja u tregoj këtë unazën e shumë përfolër, është që kjo unaza qështë. E kam tregu edhe një video që e kam përdor. Kjo është unaza që e kam menduar edhe për vetit dhe për Elonën, po me qenë se s'pat për Elonën ja bleva vetit. E bukra e kësaj unaze është që kjo pjesa qëto po u heke, që kjo po u heke, edhe qëto unaza po më ishe me i përdor edhe ndaras. Unë njëherë kër e kom marrë, kom mendu që e kom këput, edhe jëm kon të fillu me qajt, se nuk e keni idin sa shumë e kam kërku qëto unazë. Edhe tash që kjo pjesa qështo, mundët me unë gjitë qëto, edhe me u bo qështo bashk, sa bukur për në unaza. Apsha, moni me vendos këtë pjesën e rrethit anash, moni me ja undru këto vene, tepër e bukur, shumë ka pëlqy. Po përndryshe jam mbush me bijuteri të arit edhe me ngjyra jashtëzakonisht tepër të bukura edhe tepër fiks qysh une i do edhe që shumë pëlqejnë. Të thjeshta, elegante edhe me stil. Edhe falenderoj tepër shumë Majen që e kum gjetë unazën që une kum dasht, edhe që jam shumë e lumtur, edhe po pras me mjeftu kur vjen unaza tjetër për mja jap Elonës. Për jo ketë që jeni të interesum me e ble bijuteri të cilat mendoni që nuk mundi me i gjetë në Kosovë, mundeni me i gjetë të kjo bijuteri Maja, sepse me të vërtet kishte gjëra shumë të bukura dhe shumë të veçanta. Përndryshe, si gjithmonë, ju përshëndes edhe ju dua shumë. Miru pafshim!